Tirana e ka vuajtur më shumë në kurriz Saliun. Unë po ja them një gjë. Imagjinoni, nuk ndodh, po imagjinoni 1 minutë sikur të kthehet prap Saliu. Lanën do ta keni prap me ndërtime pa leje. Kjo është e sigurt. Sheshin këtu gjithë këtë zonën këtu do turren prap. Një lloj ata 100 herë ti kthesh, të njëjtën gjë do bëj. Prandaj flisni me të gjithë. Unë mendoj që është koha që për herë të parë pas 34 vitesh të flisni edhe me demokratët, me ata demokratët 24 karat që i kanë ngel, e me i thënë doni t'i boni i nerë edhe Partisë Demokratike, kësaj radhe i bën nerë Partisë Demokratike, ajo që ka ngelur nga Partia Demokratike, duke dhënë votën Partisë Socialiste dhe Tiranës. Shpëton Shqipëria, po shpëton edhe Partia Demokratike nga Saliu.